Fatos Nano, unë mendoj se përpënde një prej, dhe është, do të thoja, një prej politikanëve më të rëndësishëm shqiptar të periudhës së tranzicionit politik në Shqipëri, një figurë e rëndësishme, do të thoja me zë dhe figurë që transmeton dhe ide, që moderoi të majtën shqiptare në Shqipëri, dhe për këtë ka lënë një gjurmë të cilën besoj që të gjithë shqiptarët e kanë vërejtur. Personalisht e kam njohur nga afër, e kam pasur mik, kam qenë bashkëpunëtor me të, edhe kam parë që vërtet kam pasur të bëj me një person me ide, me sfida të mëdha. Ishte person që hapte debate, por debatet e tij në përgjithësi kishin ide, kishin racionalitet dhe ky ishte një telash ndoshta për të tjerët, sepse ai vërtet dinte të komunikonte, dinte të ngrinte ide dhe mendimet për të cilat do hante debat. Mendoj që politika shqiptare ka humbur një politikan të zotin, një politikan liberal në frym, i cili në momentet caktuara ka ditur të veprojë dhe ka ditur të marrë vendime të rëndësishme.